Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjitha. Ju përshëndes përzemërsisht, kudo që të ndodheni. Dhe ju uroj një ditë plot mbarësi. Kur emri i një njeriu përjetësohet, ai merr një nderim të madh. Respekti për përjetësinë dhe mirënjohjen ka një përmas teje të gjanë. Akordimi i bursës së studimit Besnik Çaku është një lajm i jashtëzakonshëm, por që ka një vlerë të shumëfishtë. E lidhet me një emër të nderuar. Emrin e profesor Besnik Çakut, një personalitet në fushën e arsimit. Ai lidhet me landën e tij të dashur, me përkushtimin e tij për matematikën. Por ai lidhet me familjen e tij, e cila peshën e mungesës së bashkëshortit dhe të babait të pazëvendësueshëm e dërkon në një përmas tjetër, në përjetësinë e tij, me akordimin e kësaj burse. Ai lidhet me një institucion madhor të arsimit shqiptar, Gjimnazin 28 Nëntori, nderi i kombit, ku profesor Besnik Çaku dha një kontribut të vyer. Gjimnaz i cili e mban lart emrin e tij, vetëm këtë vit ai ka 60 nxënës ekselent. Ai lidhet me një emër tjetër. Bursa i drejtohet asaj, një nxënëse ekselente. Një gest unik, altruizëm, që nderon dhe respekton një figurë të madhe, por që nderon dhe respekton njerëzit që ai ka lanë. Sot në studio kam ftu familjen e tij të afërt, që ai krijoi. Bashkëshortën e tij, Ili Çaku. Vajzat Edona Vila Çaku, Arjeta Çaku, Erlisa Çaku, edhe nipin e tij të dashtun Alban Vercellotti Mesi, ndjes Alban. Mirë se erdhët, a ka më bukur, a ka më nderim. Ndoshta po shprehem me atë që opinioni i gjanë e thot, bravo ju qoftë. Keni fitu një mirënjohje dhe respekt të madh dhe keni nderuar emrin e profesor Besnikut. Besoj se ndjeheni jashtëzakonisht të nderuar. Apo jo? Falenderoj shumë që na ftut në këtë zyrë kaq thjesht, por edhe të ngrohtë nga emocionale që po na afroni ju. Me thonë drejten, në është e hera parë që ne bëjmë intervistë publike, njëtë se kena bënë e herë, por jam shumë impresionume prej përpjekjeve që po bani ju, përveç se na keni thirrë këtu, na keni nderu, por edhe mundu me na qetësu, e me na akomodu shpirtin se jena ngarkuar nga emocionale edhe me gëzim që po e bëjmë diçka të mirë për Besnikun, po me dhënim se hala kena pak tranë. Unë e thash, është një peshë që ju mungon. Një njeri që është aty bashkë me ju. Unë nuk e di se si e ndjeni këtë tashmë këtë përballje publike. Ju jetoni jashtë vendit prej shumë vitesh në Kanada, atje ku keni ndërtu jetën tuaj, pavarësisht se në Shkodrën tonë keni lanë një ecuri të mrekullueshme, një nderim. Profesor Besniku me kontributin e tij, me nderimin që ka pas, me vlerësimet që ka pas, qoftë si familje, qoftë si person. Por edhe ju, zonja Ili, mësuese e gjuhës frange, keni një ecuri, pra jeta juaj në një farë mënyre është
edhe në Shqipëri, edhe në Shkodër, por edhe në Kanada. Konvertu me dyja bashkë, shumë e vërtet. Edhe pikërisht kë komunikim me Shkodrën ishte një përballje për ju apo jo? Një përballje është vërtet. Këtë ngjarjet kur hup me Besnikun, hup me shtyllën e familjes. Apo jo Edona? Është shumë e vërtet që baba ishte shtylla familjes, faktikisht kena dy shtylla, mamin e babin. Babi ka qenë pika gravitetit për familjen tonë, sepse kështu ishte qendra e gjithë familjes. Por arritja babi si njëri ka njëri mallshtor, edhe gjitha rolet e babas, bashortit, dajës, agjes, vllaut, kuptohet të birit, gjyshit, të vjerit, edhe jashta familjes i ka bën në mënyrë perfekte. Kishte një balancë natyrale në jetën e përditshme, kishte një mençuri që i bate gjithëve me mënu, me thënë, Besnik, si me ba këtë punë. Po unë kam kalu 15 vjetë në Shqipëni, kam ikë 15 vjeqe nga Shqipëria, pastaj lëvizme në Kanada, baba ishte 50 vjeç kur iku në Kanada. Edhe unë kam shumë krenari për emrin Qaku, kam shumë krenari për qytetin e Shkodrës, edhe baba këtë gja, se kaloj 50 vjetë në Shqipëni, e 25 gati në Kanada, e faktikisht sat i bite me kënë 75 vjetori babs. Ideja ishte mu pa mlallë në Shkodër tanë bashkë, me gjithë dhe jena tanë bashkë, faktikisht edhe unë i bashkohem mamit me thënë mirënjohjen tonë për ty, që na kiftu sot një këtë ditë që është veçantë për ne për shumë arsye. Por me i dhanë përgjigje pyetjes tona është vërtet me për kufizu babën, po paktin po mundona. Akordimi i kësaj bursa, e cila ka qenë një lajm unik do të thosha. Unë nuk e di, ndoshta ka ndodhur ndonjëherë, po nuk di të ketë ndodhur të paktën në Shkodër. Është një altruizëm i veçantë, po një nderim, një ecuri që e vlerëson dhe përjetëson emrin. Si nisi, ishte një iniciative juaja pas ndarjes nga jeta, apo ishte edhe një amanet i profesor Besnikut? Me thonë drejten, ka paken për 5-6 vjetëve Besniku ishte shumë mirë me shnet. Edhe pishin kafe i të Hotel Europa me Besnikon. Edhe një herë të bisedu, i thanë Besnik, i shifshim ata pensionistat që pishin kafe, no që pishin kafe, po që lushin domina, e vishin me karton dorë, e veshin një tavolin, edhe aty të stol e ulshin e zaqt, si me thonë. Edhe bisedush në Besnikun, që Besnik i thoshe. Edhe Besniku tha ili sikur tha, ke kam i bënja 4-5 tavolina, marrë tha këtyne, tha, e që akin kujtim për i nesh, e pa bëjmë tha në emrin babës e non stanë, babës e non stanë. Gjëfat Qaku tha, e veri Qaku, Haxhi Zeka, e Bejti Zeka, u thashën. Besnik, ide mrekullueshme. Pak e diti Besniku që ajo memori du të kthejtë për vetin e vetë. Atër nolli, kur diq Besniku, falë ta në varzët, mamë që të bajmë për babën. Ata vejmë një se kena një si punë parkot e të të ne, kur kalojmë, e kena krejtë afer. Në Kanada, po. Vejnë kështë si një pemet, i vejnë një dedikim. Yll, mermerit e shkrujnë memorjet filanit. E thanë varzët e bajmë kështu, më dhejmë, kushe një babën atje? Atër, varzët e ardhen me idejnë, a disi mamë, tha, mami si me nërru në Shkodër, tha, kërkon, mami se e dokim, kërkon. Bravo, jashtë zakonisht bukur. Pa tjetër, thë mamë, tha. Vetëm një dashuri e madhe. Edhe do të bajmë, tha, jep një vjetë, për sot kena mundësi në vazhdimësi, sepse Besniku ka kënë avokat i edukimit. Bravo. Krejt e vërtet, më falë Merita, Alba. Sepse me të vërtet Edona përkufuzoj te për mirë, me fjallë. Ju e një nipi. Një nipi, po.
edhe mund të them me fjalë që ndër të tjera Daja ka kanë edhe një busull morale për të gjithë ne. Për të gjithë ne, me fjalë që kena pas fatin me njoft, edhe në veçanti për mu që përveç Daj e kam pas edhe profesor. Edhe për sa kam njoftur Daja në jetën e tij ka pas 3 pasione që mund të themi në mënyrë shkurtimisht. Familja, matematika dhe Shkodra. Shumë vërtetë. Shkoshin, Merita, jena vllai besnikut edhe motra besnikut janë Ohio, motra jam është Philadelphia, kena të kushillën nga New Yorku. Do zhvesa, a shkojmë në Ohio, kena shku marrë 100 herë. A shkojmë në Niagara Falls, më bashkë bukur marrë, se pa kena pa me vërënjsh. Edhe me shku në Zdrale, aty e lezeti më i madh. Pra Shkodra. Të dashni të madhe. Si erdhi realizimi i një propozimi kaq të bukur që në fundit është një nderim dhe një respekt i veçantë, një dashuri jashtëzakonshme familjes, për ta pas babën gjithmonë busull, për ta pas babën gjithmonë të nderuar në një emër të tillë siç është bursa e studimit Besnik Çaku. Si erdhi ky realizim? Merita, më falë se po ndërhyj, po në këto iniciativat thjeshta familjare nuk bëhen pa forcën e fuqisë përbashkët. Jo vetëm të mendjes, të me pjek muhabetin, me ba sa ma mirë, por në këtë rast protagonisti kryesor ishte shkolla vetë. Drejtorisha shkollës, vetë leadershipi shkollës, mësuesit kujdestare, edhe unë personalisht dhe ne si familje kemi një mirënjohje të thellë për shkollën e sidomos edhe drejtorinë e shkollës, bordin e shkollës, që na mirëkuptuan me propozimin e idesë, sepse një filloi si ide, e miratun këtë ide në mënyrë shumë profesionale me kritere të veçanta që për ne që ishin që i kena pjek si grup, ma njërë me thajnë, duke spikat karakteristikat e babës, me i taku në një mënyrë që sa më të denjë, jo vetëm për babën, po dhe për shkollën, edhe që të ketë një strukturë që të ketë në vazhdimësi. Edhe që të në animojnë edhe ne si me e ba këtë gjë ma mirë çdo vit e ma shumë. Po kjo gjë nuk u bat e kuptohet pa protagonistin shkolla vetë. Drejtoresha vetë, edhe drejtoresha, Albana Bushati, një përshëndetje. Një përshëndetje shumë për profesionalizm, falë që po ndërpres, por edhe nga ana njerëzore. Një gro e madhe, me zemër të madhe. Nga ana njerëzore. Pjesa tjetër e stafit, zëvendës drejtoresha e të lira. Patjetër, edhe takume. Krejtë vërtet. Edhe pra kjo ishte një pjesë e rëndësishme e kësaj. Kuptohet shkolla ka një lidhje me familjen tonë. Jo vetëm që baba ka dhënë mësim aty, edhe mami ka dhënë një pjesë shkurt të karrierës. Mami ka qenë te shkollë. Baba ka dhënë mësim matematik, ka qenë drejtor, po kam edhe nipa mesat babs, Albani vetë, siç e tha, ka qenë zanca aty, ka marru në atë shkollë, edhe nipa tjerë lagja vetë ka marru në atë shkollë. Si për ne shkolla estetetanore ka qenë lidhën me familjen tonë. Edhe u ba një gjë, me tamen ishte hidhrimi i thellë për ne, po u kthy, me të thënë drejtën, një frymëzim, por me të thënë drejtën, siç ndoll shpesh herë në gjanat vullnetare, në iniciativa të tilla, një gest i thjesht jon, na dha i dhurat mallë ne, jo vetëm për me përkujtu babën, por na dha dhe na ngrohi shpirtin me dashnin që na dha Shkodra, në mënyrë krejt me kthy 360 gradë mbrapsht te ne, jo vetëm shkolla, drejtoria, gjithë mësuest, edhe vetë Angela vetë, edhe familja saj, edhe gjithë ajo ceremonia që u bën në mënyrë shumë bukur për me uru më të mirën atyre maturantave të suksesit tyre që do vazhdojnë, por gjithë edhe në shpërndarja në media e njerëz të na dhanë mirënjohje, edhe ne vetëm na bënin shpirtin edhe më të madh.
Edhe unë personalisht I falenderoj gjithë Shkodrën, ne si familje, sepse ajo diftoi bujarinë e Shkodrës, që diti me vlerësui gjest të thjesht, edhe na bani zemrën shumë të madhe. Është një gjest I madh. Ju jeni modest sepse ai kontribut nuk ju duket asgjë për babën tuaj që është I pazëvendësueshëm, por në fakt është një gjest shumë I madhor. Krejt e vërtet. Edhe me njerë më ka kujtu atë shprehjen e Madre Teresës që ndoshta ne si persona të vegjël mund bëjmë vetëm një pikë në oqean, por fundit oqeani është I përbërë prej shumë pikave. Edhe prandaj me fjalë si ndjet pikërisht realizimin e kësaj ideje. Çfarë entuziazmi morët sepse ajo ide që lindi nga zemrat tuaja erdhi nga Kanadaja në Shqipëri, erdhi në Shkodër, erdhi në shkollë, erdhi në familje të nxënësve, erdhi në bordin e shkollës, pra u shumë fishu edhe gjithë qyteti. Natyrisht është I informuar por dhe I mirënjohur pikërisht nga ky gjest që nuk është as pak I vogël. Unë kam 2 motra që I kam speciale, që kanë ikë 7 vjeçe edhe 8 vjeçe nga Shkodra. Motra vogël është mësuese, motra e dytë është inxhiniere. Kështu që desha me ditë se këta kanë bërë jetën merit pjesën më të madhe të jetës e kanë kaluar në Kanada. Me shumë vizita të shkurtra në Shqipëri, por se babi e mami na kanë shumë dashni. Po motra vogël është mësuese, duhet ditë ç'ka mendojnë këta, se si reagojnë. Jo, sepse ka disa gjëra që ndjehen së brendshmi dhe njeriu flet nga njëherë shumë me brendësinë e vet. Në këtë rast ndoshta, por ka të tjerë që dëshirojnë t'i thonë dhe unë ju ftoj që ta nxirrni atë dialogun e brendshëm me veten. Babi për mu ka kanë shumë special. Më falë se fillojnë të qaj fije kër më nëj. Po është e natyrshme. Po edhe unë si mësuse se babi, mami, edhe unë të trejina kene babi mësus, mami mësuse edhe në Kanada, edhe unë jam mësuse. Edhe ne, e babi e mami gjithmona kanë diftu vlerën studimeve. Më falë se Shqipën e jam të e përmisu. Edhe në Kanada kja është të bursa janë gjana që janë normale. Dhe të mënu për që me ba, ne shku me të kja ideja, sepse unë jam mësuse edhe mënova di që kja është të mënë për babin. Edhe me nëru ekonomime që në Shqipëni nuk është pëthojnë, nuk është tradit me ba këtë punë. Kja është arsye që një mënume me në këto momente regjia po na shoqëron me shumë foto që lidhen pikërisht me figurën e profesor Besnik Çakut, me momente nga jeta, nga familja, nga aktiviteti I tij, nga ja këtu duhet jetë me nipin apo jo, me Artanin, në gëzime të tjera familjare që lidhen natyrisht me një ecuri të bukur dhe të paharrueshme tuajën. Si ka mbetë baba, bashorti në sytë tuaj, pavarësisht se njeriu nuk mund të kujtojë momentet më tragjike. Ai mbetet ashtu tek ajo gjë që ka mbetë gjallë apo jo? Patjetër, rritet dhe me folën e Mu për vedi, mu e di që ka ikë babi, për mu unë njëm që babi e shumë afer. Gjithë disa herë kër jem të arë për punë, së më nëjë për shamu disa beseda që kam ba me babin, që ka i di që jem kërtojt babin. E di që ka ikë babi, për veç unë e la një që është këto. Edhe për mu ka një mu shumë këtë menim me përjetu këtë periudën e pa babin. Pa me gjithmonë, edhe disa herë flas gati si është e la këto. Edhe mu për një man kja punë. So,
Pra është një frymëzim edhe pse ai nuk është fizikisht më. E di që nuk është fizikisht, pa më duket që është me vetin. Nuk duket këthyn energji, është këthyn energji pozitive për ne të gjithë, ashtu si ka kanë kur e kena pas pranë fizikisht. Unë do të thesha edhe një herë me fjalë të momenti i fillimit të kontakteve me gjimnazin 28 nënore, sepse ideja, projekti u nda nga Kushirat dhe nga Ili me mu, edhe ishte një periudhë me fjalë që unë sapo ishe kthy nga një nga vendi ku kam jetu me fjalë vendi më dy nga Italia, mas një periudhë mungese 31 vjeçare me një projekt të rijetës, edhe me të vërtet që për mu një si thush e morë pak një mision me fjalë mu ba krahu operativ, edhe pse menja ishte në Kanada, menja ishte përbashkët, pastaj si thush u përmirësu me fjalë fal punës grupit që një ba me grupit fort, edhe që të jetë prekse, sepse që prekse më këthy në tempullin e studimit kombëtar, ashtu si me drejtet si Sovjetit, sepse ne provincializojmë e thënë Shkodra, ndoshta me një qes krenariet, por është ndër me të vërtet i kombit, edhe kur si në këtë muaj, kur më përpara kam pas me përforcu me fjalë kjo përshtypje, që nuk është thjesht përshtypje, por është një gjë objektive. Emocioni i veçantë më kthy si ish nxënës, mas tashma 36 unë kam marrë në 89 gjimnazin, edhe me marrë kontakt me fjalë me drejtoreshën, me profesoreshën në Rume, Albana Bushati, e cila me shumë profesionalitet, me një rëzilek, kur i thonë në Shkodër, me një ngrohtësi të veçantë, me fjalë, edhe me entuziazëm, e mi priti, duke edhe më befasuar nga në tjetër, që gjatë që bashkë ndave me njerë, kur mora veshje me të vërtet është e para iniciative e këtij lloji. U habita, më folë vetëm, u habita. Mu duk me fjalë, përveç faktin që do të ndihmonte si thush konkretisht, edhe do të jep një çmim një student merituar, mu duk një mënyrë me nderu edhe me përkujtu me fjalë një brez të artë mësuesash, profesorash, të cilët unë kam pas nderin me kanë studenti tyre, nxënësit tyre, si për shembull ka kanë profesor Muhamet Mesi, Zydi Mema, profesoresh Melek Troshani, Besnik Bekteshi, profesor i nderuar, Adnan Beli, të cilët shumë emra Slavica Qira. Edhe mu duk me fjalë një mënyrë për me nderu punën, me nderu misionin e gjithë këtij brezit artë të studimit në Shkodër, që edhe në atë kohë me fjalë me shumë privime, me shumë limitime, na kanë mësu vlerën e studimit, na kanë mësu vlerën e arsimimit si një mënyrë e qëndrueshme për me përparu në jetë. Edhe me të vërtet në fjalë një gjë e tillë nuk mund të më entuziazmonte, me qenë se ne jena brumos me këto vlera, edhe jena mundu me fjalë një farë mënyrët me edhe ne me i përcjell, edhe me i transmetu me fjalë në familjet tona. Albane, them falë se pak në presve, dhe shumë bukur këtë, sepse si thash unë kam kalu 15 vjetë në Shqipëri, vitet formative, po edhe më ka taku me shku në vendet ndryshme nga ana profesionale. Ju jeni në profesion? Unë jam avokate. E dona. Por, me të thënë drejtën, Merita, unë them, këti është e shpreje që Shkodra është djepi i kulturës, djepi për mu ka kene traditave dhe vlerave, edhe kudo kam kene në përbot, ata vlerat që janë formuse këtu në Shkodër, në mënyrën se si na priçi mua edhe kur thuti për brezat e mësuesave, unë kam marrë te Ismail Qemali të vjeçaren, edhe me mësuesat kuptohet që këto emrat e ndritur që i përmendën ti Albani dhe shumë tjerë që si përmendën në Nafal, por këto frymëzoshin ca vlera, ca tradita, ca pritshmëri, ca standarde që kanë kalu
30 vjet, unë jam bata 40 vjeçe, por jo vetëm që nuk harrohen, po ingranohen, edhe janë ca vlera unike, universale, që kudo me kene çfarëdo kulturet, vlerësohen. Shkodra i ka këto natyrale. Bravo. Profesorish Ili, ju me profesor Besnikun jo vetëm bashkëshort, shok jete, por edhe koleg. Si vlerësoni Ecurin, cilat kanë qenë disa nga pikat kryesore të karrierës së tij si mësimdhënës, si personaliteti i arsimit, ai ka qenë edhe zëvendësdrejtori i gjimnazit. Çfarë mund të ndani nga ky rrugtim, diçka që mund të dallohet? Besniku kur liftoti që kishte apliku kur ka një ri për më bëj inxhinier, kanë pasur qef më bëj, më liftotën e rini. Mandaj tha nuk më doli për inxhinier, doli për mësues. Thotë kur kam qenë ri, kam qenë shumë energjik. Liftoti historitë e tij atë kur shkote në aksion një marë atje me rininë, ishte komandant ashtu brigadash të rinis që shkoshin të organizu. Kur u bana mësues matematikët, edhe kujtesi sot, Dhe ka mbaru me rezultate të shkëlqyeshme. Shumë mirë. E ka dash matematikë, numrat i ka dash. Edhe kur bëna mësues ta Eli tha, më ndryshoi karakteri. Pse më thosh që ndryshon karakteri? Bëna ta se më serioz ta. Sepse doshe tha me reflektu para fëmijëve, thotë i zotëri nxans. Ja ku jeni. Ndoshta ishte kjo periudhë që ka i përket një atëherë. Ti rrëfimi. Në atë kena kënë të fijum. Po, foto shumë të bukura. Atë farë zëtë mënjet ka kënë Besniku. Edhe tha Ili tha kur bana mësues tha, se që ndrej diçan mu tha, se para se kur deshe para fëmijëve thoshe të bashe një figurë të mirë për ta, që ata ta kenë me veti, se janë 30 sat, e 30 klasa tjetër, 30 klasa, janë shumë zansta, kena shumë influencë në fëmijë tha, edhe me kena të e madhe. E më direktorët kur ishim në Tamar, aty në taku, aty në Tamar ishin në ambienti vogël mësues që pishin përshë. Besniku thotë kam një rregull, kur do me shku në shkollë, unë nuk pi kurrë. Pa thosh një fije, s'po bën gjë më bes, se është edhe ftoftë. Po. Thotë, Eli thotë vjen era e mesazhi e kapim në fëmijë. Atëherë, pra një figurë shumë korrekte dhe shumë e pastër edhe ndërgjegjshme para si figurë arsimit me integritet me shembullin mitëtar. Si tha Albani përpara për brezin e mësuesve Besnikut, kanë kemë me respekt e soqën se kanë ndryshu kohën atë, ka ndryshu nxansi, ka ndryshu dhe kohën atë, edhe pritshmëri, edhe mësues sot e kanë shumë vështirë me përballu fëmijët, se fëmijët janë shumë më të sjut se kanë kenë atëherë, më të ekspozu nga gjënat që nollin për ditë, edhe është e vështirë për mësues, më shumë nuk ka kësë si dikur. Edhe thotë Besniku që gjithmonë thotë kur je para studentit duhet me bë më të mirën, që të reflektoj më të mirën të ata. Ishte pra me një integritet të jashtëzakonshëm. E kur disi me fol shqip shkodrançe, kur i njëtë nga kush me në gjë, ma ka la filanin, thotë unë nuk mund të bëj, se ba me abati, duhet me abat tonëve. S'mund të bëj. Një figurë e pa komprometueshme dhe një figurë shumë korrekte me arsimin. Ndërkohë që gjimnazi 28 nëntori ka qenë një periudhë shumë kontribuese dhe natyrisht edhe shumë nderuese, përderisa ka qenë edhe drejtues dhe vëndësdrejtor i këtij gjimnazi. Por vajzat unë e di që përveç se e shohin si mësues, e shohin si njeri që të përditshëm në zemrën e tyre. Me fëmijët e donës kemi edhe disa inserte të cilat e sjellin gjallë, i bë matematikë, ti mëson numra. Pra
nga fillimi deri në fund, apo jo? Është mirë. Dhe faktikisht kjo video që është këtu është komplet familjar edhe në kohën që ishte Covidi, që fëmijët ishin pa shkolla. Ishin akoma të vegjël edhe babi mori iniciativën bashkë me mami dhe sheve dhe motrën e Lisën që janë të tre mësues që jepshin mësim pedagogjik, po kuptohet edhe në faktikisht Artani e ka shumë e don matematikën si baktush me burrin të Mervinin. Por faktikisht baba kishte një thënie për matematikën që thotë bab, nëse din matematikë, din tana. Edhe mund të thotë gjithmonë, nëse din matematikë, tana i din. Kështu që edhe kishte një besim pozitiv për vlerën e edukimit në konceptin që duhet që secili nga ne, edhe nëse nuk s'ke aftësi shumë intelektuale, thotë me punë bëhen tana bëhen. Edhe nëse ne në të trija kishte një besim të impenjimi, sepse në veçanti për matematikën, një fjalë, unë kam kalu fundjavë të tëra me dajen, sepse nuk isha një ekselent në matematikë, dhe kisha numrat e mi, po në lanë tjera, jo në matematikë, edhe po për dajen matematika nuk ishte thjesht një profesion ose tabela si thush ekuacionesh. Për dajen matematika si thush ishte një diçka që të mendon që të ndihmon me menu drejt, që të mprej logjikën, edhe më kujtohet me fjalë kur thotë që të ndihmon me kërku zgjidhje edhe aty ku duket sikur nuk janë. Dhe kuj më lezetshme se ku takoj ona ishte me gjithë qatë përveç matematikës, me gjithë qatë përveç numrave. Kështu janë njerëzit që kombinohen, që plotësojnë njëri tjetrin. Unë ishte, kujtohet një histori zdia lejot me da, mos thaj minutat. Ishim fillim, kur shpat me shku, në fillim, është një kafe atje, si restorant kafe, është një famshëm, më sukseshëm për vedin e biznes, që Tim Hortons. Edhe une shkoshe mërshë kafe atje, hypë të makinë Besnik ose une me bite kafe nadje. E herë, 2, 3, disa mujë rreshtë. Më pëlqete a kafe, pëlqete. Besnik ose jeli pa blemi, kështu coffee maker një kafe... A ishte me numra Besniko. Me marrë besë dhe pima ti për ditë knashe, po me zote veç, si me dhanë atin. Një herë, 2, dhe jeli tha, so bani kafe. I tha mon, 1,60 cent plus tak 2 veç, 2 herë 30 sa bajnë? 60. I thonë gjarje, pasaj në gazet, për 60 në sa bajnë, 120. E qa? Ta bani me logikin shpej. Për 120 herë 12 muj, që i tham 700 sa marë. Besniko, dhe shërmeli, ishë bëtë matematika. E bënë përfundu me gëtë si Besniko. Si ishte jeta juaj në Kanada dhe profesor Besnikut në angazhimet e tia, qoftë familjare, qoftë profesionale, sepse një mësues është mësues kudo dhe emri mësues nuk është i thjesht, por është titull. Po, me thënë drejten, kur shku me atje, është e vështirë, se këna vajzë kanë kënë, krejt reja arjeta me Elisën, krejt reja dhe anglisht nuk dishin, edhe u futen në anglisht në fjallë në intensitet me tana lant anglisht si me të marrë dhe një fëmijë me parashit shumë e madhe. E dona ishte në shkollën ishte në gjimnaz edhe kja vajzë ishte të pregadit vitet për me shku në universitet që notat të doshin shumë knalta. Nga ana tjetër të dy ishin jashtë profesionit. Ashtu, që na mate bashkë ishte uniteti një me tjetërin, edhe kujdesi për fëmijët, e na majte si gjallë, me thënë drejten. E kur unë vendosëm me shku në shkollë, Besniku insistote që unë shkojshë në shkollë. Sepse... Ju një mësuese frëngjishtje, po. E jeni në zonë anglisht folse? Anglisht folse, po. Edhe insistote që unë nuk insistote shumë sa Besniku, jeli thote, bënë mësuse te, më thote mu. Edhe me thënë drejte, me mështetin e Besnikut arrita me shku në shkollë, edhe herë, dhe me thënë, moshën 45 vjeqe. Edhe me marru me sukses, e shkosha se ishe qytet tjetër, e Besniku vite merte. Më thot atë në fakti shkreti, thote, Ili, fleja ti me Ili? Se kem është unë këtheshën 19 në shpi. Thote Besniku, pëse s'fleja ti edhe pushan? Edhe Dhe vjen fundjava.
I thoshe besnik do marrë të fëmijët e jo së mbahet më ndaj atje. Çfarë bate besniku vite për ditë. Mos i shkote në punë, vite për ditë ai 45 minuta është në makinë me ardh. E nuk më rëzit të herë, e më pritë derisa më roshe e shkojnë. Pra, kena ba përpjekje të përbashkët deri në fund. Vetëm unitetin. Faktikisht, babi ka një njeri me vizion, dhe një qetësi e objektivitet që spikat vetëm atë. Edhe jeta në Kanada ka kënë, nuk është edhe vazhdon me kënë, është një tjetër, kuptohet, por baba dhe mami jena mundu me rujt vlerat tona, dhe më thënë, shqiptare, edhe si thote gjyshje, me gjeva qaku, ramet pas, thote gjysh mas harra kur, se ki vjen për zdrales. Baba thote të njëjtin gjë, por jeta në Kanada, baba, misioni jetës, baba marrë 50 vjetë to, dhe nga ana profesionale, nga ana i mungot e shumë shkodra. Misioni i dytë i tij, 25 vjeçar gati, në Kanada ishte mision tjetër, mision që me përball jetën familjare nga ana ekonomike bashkë me mamin, me na drejtu ne të trijave, me kriju kuptohet një jetë tjetër me edhe të tjera. Edhe historia e migrantëve tash është ba kam djalin e hallës që ka kalu 30 vjet në Itali, ju mund jeni njerëz familjar që është histori shqiptare. Shqiptare, po. Edhe secili ato vështirësitë siç i kena kalu ne, kanë kalu edhe tjerë, edhe nuk është se na spikat në gjë veçantë neve në këtë drejtim. Por ne kemi edhe një mirënjohje të madhe për babën, për mamin, po kuptohet edhe për vlerat që na kanë drejtuar siç neve, se aty edhe njerëzve tjerë që kanë bërë këtë udhim. Shihen tek arritjet, të gjitha të vajzat me drejtime të mira, bashkëshortja po ashtu, vetëm një unitet dhe një bashkëveprim e mirë kuptim mund ta realizojnë këtë. Ka qenë shumë i lidhur me Shkodrën, ashtu siç ju e keni përmendur, me shtëpinë, me lagjen, me Baçën, apo ja? Po. A më thëmi gjatë se unë jeta janë 30 minuta larg mamit e babit, dhe unë i thosha, bab, hajdem një matesh, se mami tesh se ka dalë në pension, mami ka kem mësuese frëngjisht dhe atje, edhe babi doli në pension, edhe i thosha, hajde tesh një mamë me fëmijë. Në 30 minuta më burr, futën makinë, hajde. E kishte 30 minuta, pa vion deri atje, do të marrë me një mu, vite me një mu. Po sa i thosha, bab, pa shkojmë Shkodër, në sekond. Ju dukshin ata ora, ku ishin sekonda. Ka si Shkodra, më nuk ka si Shkodra. Edhe i delshin dhe keni ardhur vazhdimisht. Keni ardhur çdo vit në Besnikov. Me vajzat marrë se këto kanë punën e punës, nuk koleksionuar nga punët. Por unë Besnikov ka 10 vjet që vim për çdo vjet. Kanë ardhur dhe me fjalë në vitet e fundit, Daja kishte një projekt tjetër që ai i rimkamje si ristrukturimit të shtëpisë, shtëpia për ne, shtëpia gjysheve me fjalë. Dhe kjo për ne ka qenë një lajm me fjalë shumë i bukur, sepse tash jeta e kena pranuar transformim, gjërat mund transformohen. Shumë shtëpia të Shkodrane janë tjetërcu, ose janë, si thonë në Shkodër, turamran, me fjalë, për ende motive, me fjalë kush e din, me fjalë. Por Daja në kundër tendencë ristrukturoi shtëpinë, përfshiu në këtë projekt edhe Dajën tjetër, me qenë se shtëpit janë të ngjitura, dhe është bërë një mrekulli se shtëpi nga viti në vit ka ardhur ju zbukuru. Gjaja fundit që u bë, me fjalë, ishte edhe risistemimi i oborrit të asaj shtëpie, edhe është në ato borë që një 10.000 në sante me përkujtu Dajën. Ishte ditë. Më falë Lili. Është ne e kena ina përfshit tanë me fjalë dhe ina mundu me ndihmu për ripërtëritjen e atij oborrit, sepse ai obor me fjalë nuk është thjesht një vend fizik, por është një vend shpirtëror, është një vend ku Daja na ka mlell, gjyshet na kanë mlell, edhe Dajet na kanë mlell, edhe ne do të vazhdojmë të mlellune. Prandaj unë për këtë motiv i falenderoj jashtëzakonisht Ilin edhe kushrinat edhe për sforcimin edhe për financiar që kanë bërë me fjalë, vetëm që si thosh ama
amaneti i Dajes që qojnë ben, falenderoj vëllain tim me fjalë që edhe fizikisht edhe mendërisht është impenju Beharin, edhe që na ka treguar forcën e amanetit me fjalë të një personi që bëhet për me bë realitet. Sepse është vendi me fjalë ku Daja do të më mëdha, ne do të vazhdojmë të mlellën. Kjo është një mundësi konkrete. Na besniku gjithmonë pa foli pa të veprimet edhe mësimet i bëte pa fol. Nuk kishe nevojë me artikulu. Si vina gratë na që flasim për me dash me nxjerr një fjalë të qoftë me fëmijët. Besniku s'flite për me një reaksioni, në mënyra se si e trajtote diçka, ai të mësote. Është interesant. Para se me ndroi jetë besniku në të fundit, po shite që ata ilaçes po bashin efekt edhe ishte prap optimist. Po fliqin natën, të varzat rrishin tankohen 24 orë. So ata të spitalit e shë, kjo është baba e aty në 3 varzave, thoshin. S'ka si dashuri është se kërinit, por dashuri është shqiptare. Eksakt, ata habitëshin tanë, nese. Edhe gjatë të në netve pa gjumë, këta fliqin, se mu s'mlash, nuk leshin me shku natën, mas mu lovë. Të 3 këta kanë episode që gjatë netve pa gjumë, e kishtë një optimizm, si kur e thoshin nesër për shkan në Shkodër, edhe të kalnan projektet saktume si me ba, e kena tanë në video. Në dhëtor, Unë ullësha me te edhe thosha, hajte ba, më mëjmë që përbajmë, me shku në Shqipni, që dhe me ba në Shqipni, du me bat aboren. Okej, hajde hymë të në ChatGPT edhe përshkujmë në tifta gjithë që dënë te dhe për një manë edhe ChatGPT-a. Edhe një shtorishim ta natën të folë me ChatGPT-n të ba projektin për aboren. Edhe më kena ba krejtë si e ka thane. Edhe festojmë, sot e festojmë, sot është një ditë për ditëlindjen e tij, kena mbledh të ta njerëz të zemrës ti. Taman anë ta bërë, që e kanë rru, që baba i vetë e nana vetë gjithmonë kanë ba fejsa, e mbledhje, jo mbledhje, po dhe më thanë, gathering, gëzimet familjare. Gëzimet familjare, po, në ta bërë e kena ba, edhe unë ashtu i kam gjetë me atë lloj tradite që bëshin gëzimet familjare për thryshme, në ta bërë, edhe kështu pa e mbyllim edhe me besnikun, për ditëlindjen e tij, e kishim mend me fjalë më arë, po nuk arriti, sot kënë atë platë, atë e kuptoj. Po, Alici, më falë se pa të nërhyma një minët, këtë që tha Albani, një gjatë që baba në ka lanë... E dune e kena matë fort që në mladhë shumë. Një gjatë që në ka lanë baba është kështë edhe Albani, është që gjithmonë me dash një tjetrin e me ken harmoni me një tjetrin. Kishte edhe kjo mu më ka frymëzu personalisht, kjo që thëtë Albani, so kur më ndove ti që fillome me diftu këtë projektin e vogël që kishim ne për bursën, edhe kjo është spikat nga një bashkëpunim familjar. Unë them Albani ka ken kamt edhe truni këtu në Shkodër që u ekzekutu, dhe me tha kuptohet me shkollën e me gjithë njerëzit e tjerë, po të njëjtën kohë Oborri, për shembull ishte projekt tjetër si ishte Albani, ishte me djalin e Halls Beharin që filloi vetë. Pa i thani, sa i tha me Daja ka marrë me këtë punë në momentet e fundit, si me thanë filloi vetë. Hajde ta fillojmë. Agja, kuptohet Besmir një kushërin e tjetër. Vajza e motrës besnikut tjetër. Por u ekzekutoi një gjë shumë interesante është që kur ka njeriu që jeton me dashnin për njëri tjetrin, edhe mënyra se si mas vdekjes vazhdoi kjo dashni me njëri tjetrin, një bashkëpunim shumë i bukur, familjar, me hallat, me Agjen, me fëmijët e tyne, dhe inshallah vazhdon kjo frymë. Po deshe me thonë edhe te të kena mladhë gjatë të në ditëve tanë kanë orë të kënë dhe tanë bashkë. E ti shifë që të varzat në mesat e besnikot. I tha mullë varzat, po të janë martue, me marrë në dorë, qash mangot, me vu aty, me la, me shpla, me qatë thamullë, si me kënë të marrë si dikur. Për kja është një legasi, për mendimin tem, familjar, që na zut me hup. Kja Shkodra. Kja Shkodra. Na kanë dhënë të parë. Sot vërtet u mlodhëm për një lajm të jashtëzakonshëm. Siç është një iniciativë unike në Shkodër, dhënia
e një bursë studimi, një nxënëse ekselente të gjimnazit 28 nëntori me emrin Besnik Qaku. Megjithëse ai nuk është më në këtë jetë, besoj se edhe për ata që na ndoqën, ai ishte i gjallë këtu. Ai ishte me atë çfarë ka lënë, me dashurinë për njerëzit, për jetën, për familjen, me atë unitetin që ka familja, me dashurinë për çdo gjë që të transmetohet në breza, me dashuri për shtëpinë, oborrin, familjen, lagjen, çdo njeri që ai ka bashkëpunu dhe që ka rrezatu një vlerë të madhe njerëzore dhe profesionale. Unë e di, sot për ju është një ditë e veçantë. Është ditëlindja e profesor Besnikut. Është takimi me përjetësinë e tij dhe ju keni arritur ta bëni këtë. Dëshiroj t'ju falenderoj edhe në emër të atyre që na ndoqën. Faleminderit. Profesoresh Ili, ju falenderoj shumë. Faleminderit. Qofshi e nderuar gjithmonë. Klum goja, faleminderit. Avokate Edona Vila Qaku. Faleminderit. Taç mbarsin dhe bekimin e babës. Faleminderit. Inxhiniere Arjeta Qaku. Mbarsi dhe sukses. Faleminderit. Profesoresh Lisa, paç trashëgiminë më të bukur, profesionin e babës. Shumë fisnik Alban, të falenderoj shumë dhe ky unitet familjar qoftë shembull për të gjithë ata që na ndoqën në këto momente. Më falni një gjatë fundit, megjithëse nuk më takon më fjala e fundit, por dhe ishte si thush me shpreh një mirënjohje për gjithë ato që me telefonata duke na ndaluar në rrugë si Ilin, si vajzat, me mesazhe në telefon, me mesazhe në Facebook, na kanë shpreh mirënjohjen, ju kanë shpreh mirënjohjen për këtë gest, edhe na kanë treguar me fjalë se sa nevojë kjo shoqëni, kjo shkollë ka nevojë për shembuj, ka nevojë për gjeste qytetariet, për gjeste fisnikëriet, që ne ndoshta i kena harru, jena të i harru, por që një kohë me fjalë kanë kënë normaliteti edhe kanë nimu për disa arsye, për shumë arsye të tilla, për me ba këtë qytet djepi kulturës në nivelin që të gjithë njohim. Unë shpresoj që kjo gjë që kanë bërë kushrinat e mia që ka bërë Ili të jetë frymëzuese edhe të jetë ngjitse, si thojnë, të dyfishohet. Nuk e dyshoj që do të bëhet kështu. I përjetshëm qoftë kujtimi i profesor Besnik Qaku. Faleminderit. Faleminderit. Po. Dishte vetë një gjatë me uru knesh kamera. Angela e gëzofsh bursën edhe inshallah të pritet marrë studimet e tuaja. Edhe Angela Gjura, maturantja ekselente i vajzë mrekullueshme, gjimnazit 28 nëntori. Nina krenar për të familjes saj. Edhe ju urojmë suksese. Bravo qoftë. Nderime. Faleminderit.